أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ورضي الله تعالى عن المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها لك الحمد على ما جعلتنا مسلمين ولك الحمد اللهم على ما جعلتنا من أمة سيد المرسلين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق رسول الله صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مجاوبا لأحد من الصحابة يقول مسؤول عن سؤال وجه إليه قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب صدق رسول الله Nderuar xhamat, falemenderimet tona Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh për shëndetjet tona të përzemërta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lutjet tona për familjen e tij të pastër rrethin që ja rrethonin, dëshira e madhe që Allahu Jalla Jalaluhu me sevapet i ngrit sahabët e tij, generatën më të bukur që pa bota, edhe në të njëjtën kohë kemi dëshirën që Allahu ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta mëshiron prej ku lind dielli deri ku perëndon. Ne jemi këto xumajat e fundit me një deti prej detnave të diturisë që na solli Allahu Jalla Jalaluhu dhurat, me një deti prej detnave ku djetarët i thanë vërdala e njerëzis, me një deti ku gulfatën të paditurit, me dëshirë të flakt që se i cilën fjalë, se i cilën harf që ta folim këtu të shkruhet në fletën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si nder, edhe në të njëjtën kohë mos na i pakson Allahu Jalla Jalaluhu sevapët tona për ditën kur mas shumë të ata na duhen. Disa hadise edhe disa ajete i kemi pregadit sot për xhamatin ton në lidhje me temën, edhe po mendojmë na se me tonën do të rumbullaksojmë sot këtë temë dhe do të kalojmë xhumën e ardhshme në diçka tjetër rreth këtij dini, rreth kësaj feje të madhe, rreth kësaj feje të pafund. Nderuar xhamat, na folëm disa xhumaja për jedhnimin, unë mendoj se sot jemi në xhuman e 6. Edhe njëherë po kthehem e po tham, nëse dhe një pik dëshire për diçka na ka met në këtë kursi xhamie,
atëherë ajo është dëshira jonë që të kemi qenë dobishëm. Të kemi qenë dobishëm e mos në ngel vetëm e thonun, zbashku me xhamatin ton, mos në ngel fjala e thonun edhe e lanun. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim në ajetin e cituar thot khudhil afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin. Në këtë ajet ka marrë di urna edhe një ndalim. Ka marrë prej Allahut për muslimanët di urna edhe një ndalim. Ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu khudhil afwa, o i dërguarim edhe o ju muslimanët deri në fund. Në raste të veçanta të problemeve prej problematikave që ju ndodhin këtë jetë, e njeni prej problemeve është hidhrimi, anoni ka ajo që i ka emnin falje. Me fjalë drejt për drejt i shumë shkurta, tha falne. Khudhil afwa, falet. Wa amur bil ma'ruf wa amur bil urf, tha edhe urdhëno për në të mirë, urdhëno për në sinceritet, urdhëno për në të drejtën. Khudhil afwa, një urdhë. Wa amur bil urf, urdhë i dit është urdhëno për të mirën. Ndalimi një në këta jetë tha wa a'rid anil jahilin, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu këthaja shpinën të keqit, këthaja shpinën gjahilit, largohu prej të paditurit, ik prej ignorancës. Kurani Kerimi është pos qerave shumë mutewazin, është shumë i matun në fjalët e veta, është fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu. Unë kam një pyetje këtu, pyetje kuranore, pyetje sqaruese për sqarim. Pse pra masi është Kurani Kerimi shumë i matun? Pse nuk i ka di urne edhe di ndalime, po i ka di urne edhe një ndalim këta jetë? Pra baraspesha, balansi në këta jetë diçka kur sa është tamam si duhet si pas logikës tonë. Di urna një ndalim, a desh me arë di urna di ndalime për qeni balancu mira jeti. Këtu gjematin dërshëm, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuh në të regon diçka këtë qëtër pse i soli di urna një ndalim. A i tha, khudhil afwa, fale, është 25% i problemit i kryer. Wa amur bil urf, tha këtu në këtë rast kur urdhnon për të mirë dhe marë, është 25% dit e kryer, ka me atë 50%, kur t'ja këthajsh gjahilit shpinin 50% e ke kry. Këtu është balancimi shumë i bukur i Allahu Gjelle Gjelaluhu në ajet, sikur në gjitha ajetet, se gjisma e problemit është e kryer kur ti gjahilit për balë nuk i rrim. Ka thonë, idha natakas se fihu fela të gjibhu, fa inna khajra i gjabetin alejhi e sukutu. Kur të folë ignoranti, kur të folë gjahili mos ja kthe përgjigjen, mos ju përgjigj. Ka thonë, idha natakas se fihu fela të gjibhu, me në leti kur të folë mos ju përgjigj. Fa inna khajra i gjabetin alejhi sukutu. Më mirë përgjigje, më përgjigje adekvate për ata se heshtja nuk ka. Ka thonë një dietar, një poet tjetër, in anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-laima tamarrada. Ka thonë, nëse ti o i nderuar e nderon të ndershmin e ke përfitu. In anta akramta al-karima malaktahu, nëse të ndershmit nderin ja afron, e ke përfitu ata, e ke botonin. Ka thonë, wa in anta akramta al-laima tamarrada, e nëse të poshtrin e nderon e ke largu. Çka u bo? E po ka të nderojmë pra, tha të kerrëm, një poet tjetër, ka thonë, të kerrëm, limen in të kerrëm të lehu, jahsebuhu lil kerameti la lil belah. Tha ndërëja atë, që kur të ndërëjsh të konsideron nder e jo budalëllëk. Ndërëja atë, që kur të ndërëjsh e din se nder për i ban, e nuk e din se a i s'podike, i paditur, s'pe mirë ke vash, s'pi kuptoj ke gjonat. Që atë që i ke jetu, që nderin kur t'ja bëjsh,
ta kupton jo nder, po ta kupton që ti s'po merr vesh, mos e ndero ata. Thon takarram liman in takarramta lahu yahsabuha lil karam, hadha la lil bala. Thon idha nataqa as-safihu fala tujibhu, a don me kalu mirë, a don 50% problemin me pas gjatë hidhrimit krim, shpinën me jakthi gjahilit. Edhe gjahillëkit ati e kam fjallën, gjahillëkit pa detyrues ati këta e shpinën, mos ju përgjigj, fa inna khayra ijabatin alayhi sukutu, më adekvat përgjigje për gjahilin është e heshtja. Ti nuk flet, ai flet, ti nuk shan, ai shahat, edhe e kryin deri në fund kështu, e ke krij 50% problemit, 50 ka me afal, edhe 25 ka me afal, edhe 25 ka me urdhnu për të mirë. I nderuar i xhamat. Ki din në të cilin jemi në, është një barnatore që nuk ndodhi në historinë e këtij deri tash, edhe nuk ndodh në ardhmëri me siguri 100% të garantuar, që njeni prej cmudve hini edhe s'gjeti shërim ta. Kështu është islami. Nuk gjeti shërim ta, s'ka ndodh. Thonë urdhno për të mirë. Fale njeriut edhe gjahilit ktheja shpinën. Në këto 3 fjalë kuranore, a ka mundësi njeri prej njerëzijës me shtu dishka për me plotësu apo me hek dishka se tepër? Shans nuk ka, s'ka mundësi. Këto është kejt jeta e muslimonit. Në këto 3 fjalë është Allahu nuk flet tepër. Ai flet me kuptim edhe aq sa duhet për një send. Ai ta kish pa të arsysh me ka pas këta jetë me zgat ma tepër. Tha khudhil afwa, falja. Wa amur bil urf, urdhno për mirë e marr. Wa arid anil jahilin, ktheja shpinën ignorantit. Leje mas shpinë, leje jahilin mas shpinë. E thonë që ki gjahili, s'po e dim na kusha, definicioni i këti ta dim me ka kemi pun. Aja që i kanë thonë gjahil ka til hikmone, pe asaj sa shë vërtet. Gjahil njeri pa ditur. Mirë po kësaj fjallën si pa ditur, i dhanë ulemat disa regula, i vun disa definicione, kusha është gjahil? Thënë gjahil është, ai që nuk e di një gjo. Kështu ta. S'dini për një gjo, gjahila për atë pun. Disa djetarë thanë, e lejse l'gjahilu men la ja'lam. Edhe innama al-jahilu man ya'lam illa annahu ya'lamu ghalat. Dhe jahil nuk është ai që din. Than jahil është ai që e din, po e din ka prapa. Than jahil është ai që e din, po e din prap. E din është i bindur në të kundërtën. Pra kush qenë ka jahil? Edhe mandej, kush qenë ka jahil? Ai që mundohet me qindru a nuk e din. Bindet në atë se e din, i ngull konta nuk e din. I futët me një problematike cila nuk ashe ati. Unë thomë për shembol, kompjuteri i ka mrenda 40 tela. Edhe në këto 40 tela, si ti ngull i kontë edhe mos vdes në tamë, po qëndroj se unë po e di. Kja është gjahil. E din, po e din prap. O në realitet se din heq. Asë Alia, në disa reshtët e ati që i foli, tha gjuhalul ilmi a'da'uhu, tha anmiq, plot kanë anmiq, se që la gjoja ka mikun edhe anmikun, më i modhi anmik i diturijës kusha? Më i modhi anmik i diturijës është gjahili. I paditur e është më i modhi anmik i diturijës. Si mundet me qenë i paditur e anmik i diturijës? Se që si mundet me qenë? Për shembol, haptas, pa rezerv, vjen në gjami 60 vite me radhë, kështu. 60 vite vjen me radhë me ngu dërës në gjami. Mës 60 viteve e pyet hoxhën për shembull, 60 vite ka 50 gjumoja sa bojnë? Të bojnë 3000 gjumoja. 3000 sahat vjen, 3000 sahat vjen ndërës në xhami, 3000 orë. Mës 3000 orëve stazh në xhami të hoxha. Hoxha që ki kraj gjath me elan abdes shka kebe? Qka po donë anë mik matë malë diturijës se aj mas 3000 orë dhe hala abdesit se ka pësu farzët? Qka po donë gjahil ma trash ma? A me 30 orë me instruktor në kërë e ka apë njoni atë fe diturija, atë fe kursi për atë pun, si ti i pët leja kur mo instruktori me ta ship, du njohën vete shetit.
Po ti u bone mo, për ajo të u kri mo, që leja dhe mo vetë, mos vi unë po mësoj qërë. A keni pa të nderuar gjemot, kursista, a keni pa kursista 70 vetë në gjami mës me dit abdesin, më 70 vetëve, mës me dit me dalu qka farz, qka wajib, qka tërbije, qka edukat në abdes, sa uj hargjohës, si mirët abdesi, 70 vetë në kurs për tejmumin, 90% mës me din qka tejmumi, a 70 vetë me shku në kurs me mësu një shkollë qëtër, qka ish bo a thuna të fe shkollë? Ku e kam tash fjallën? E kam fjallën i padituri, a shumë i vështirë, i padituri a shumë i komplikum, i padituri a në vetë e ti kompleks i vetë vetës edhe kompleks i qerve. Pse kështu, si që kemi thonë në të kaluarën, ndoshta në fazën e përsëritjes për thamë. Si mundet 70 vetë elementarën mësë me majtë men. Unë thamë, nëse pytemi, e pse kjo vrat, ti si o, shka thu, pse kjo pëndodhë? Unë thamë, kjo pëndodhë se dituria po blehet lirë në kursit gjamiës. Unë thamë se njerëzit janë të halitur para kursit gjamiës. Janë të halitëm. Pse janë të halitëm? Janë të halitur se ato e din që ajo po se po folët gjumohë. A i folë sot, mëse morë shë vesh sot, në qëtërën gjumohë e merë vesh. Po me ta vu një njësh sa një oste e sot, në qëtërën gjumohë me pas me dhonë logari para ati njëshi e me të kalzu se nëse nuk e përmirëson këta, nuk ke mundësi me shku në fush, nëse së përmirësot kësë në shkon në mal, nuk së në shkon në pazar, ke me arë këtu, e ke porezin 50.000 mark për një njësh, qka kishe me i bo abdesit ti? Ti kur qosh në gjami këtu, kur të vish gaditu, si t'ja nisësh Bismillahirrahmanirrahim, qështu e spjegon? Bismillahirrahmanirrahim. Ajeti abdesi janë Kurani Kerim, në ajetin ja ju lëdhina amenu, idha kumtum ila salati, faksilu vëgjuakum, wa aidiakum ila almarafik, wa msahu birusikum, wa arjulakum ila alka'bayn. Hoxha Feliki ajeti janë filan surën në numrin kaq. Rasulullah i mur abdes kështu, Osmani mur abdes kështu, ato fëmijët murën abdes kështu, me i la ftirën a farz, me i la kraterin mbrëmbril, a farz me mor mes a farz, me i la komt a farz. Kështu kishe me spjegu e tani unë e pjati njëshit një 10 që të modhe fakultetit ta kisha vu registër e lirosh prej këti kompleksi për gjithmonë e din. Mo për gjithmonë e din. A në këtë sistemin tonë, në këtë sistemin tonë, tha Hoxha spjegoj shumë gjona sot në dërs, jam konë filan gjamien, jam falë, ta shka tha, nuk po e di shka tha, po që vijat mloja. A shka tha s'po e di veç që vijat mloja. Inderuar i gjemot, vetëm muslimanët e shekujve të fundit, shekullit 10 hijretit, edhe shekullit 11, 12, 13 edhe 14, vetëm muslimanët e këtive 4 shekujve i ka gjetë kjo bela 70 vet me shku në kurs edhe majs mrami mës me dit. Edhe majs mrami mës me dit. Vetëm muslimanët e 4 shekujve të fundit i ka gjetë belaja edhe duan e Mekrës me javbo Hoxha, edhe duan e Dhondrit me javbo Hoxha, edhe duan e Tespive me javbo Hoxha, edhe duan e Qelimës me javbo Hoxha, edhe duan e Dhondrit me javbo Hoxha, edhe duan e Jasinit me javbo Hoxha, edhe duan e Qelimës me javbo Hoxha. Kejt këto i ka gjetë belaja muslimant e 4 shekujve të fundit. Se ato e kanë lënë thanë Hoxha, Hoxha ashta e ative edhe a i mo qka ka duhet me kri. A ka mundësi me diskutu si ishte kjo qeshtje në kohën e sahabëve? A pata tje në kohën e sahabëve e kam knu një Jasin, bënja duhan Hoxha Efendi, a pata tje kështu? A që nuk pak kësi pun në atë shekullin më të dashur. Tha Rasulullah s.a.s. Khajrul kuruni qarni, thumë lëdhi jeli. Tha maj miri shekull që deshti zoti, me mira generat, është generata që për jetojnë rrath meje. Mas këtive më njëherë generata e dit, është me dashur të Allahu e kështu me rrallë të poshtë. Duke zbrit. S'ka pas kësi pun gjemot. Nuk ka pas kësi pun, atje ka qenë kështu nëse duhet për Mekrën me lutë Allahun me ta bo kabul, e ljenë të Mekrën edhe thua Allah kabul ban ma krijet, mshelet kejt, o Allah, Rabbena taqabbal minna,
Pak kam dalë për asaj që e kam vendosur sot me thonë, po unë këtu jam brenda. Një njeri të na shlën një mekër të sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, 17 minuta hoxha i ban një dua për me ja bë Allahu kabul. Ibrahim alayhis salam ndërtoi një qabe atje ku është sot për me usel bota rrafë për qark deri në ditën e fundit. Tha mas qabës, mas ndërtimi tha, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, tha, pranoje këta se ti e shef, edhe e nin, edhe po e din çka kam bon. U kri. Mori fund. O Allah ba me kabul. O Allah pranoje. Kejt lutje në dunjor aktive di fjalëve sillen. O Zot pranoje. Po këthame po tham. O i nderuar i xhamot. O besimtar të nderuar. Nuk është nasihat dhe fjala e folur në xhami me qëllimet e veta që ajo të folet edhe të njihet, po ajo të folet dëgjohet, mësohet edhe të dihet. Këtë qëllime kemi. Unë ju kam lutë xhamatit tem në shumë derse me blok xhepit me arë në xhami. Kjo nuk do të realizohet, e dim se ajo generat halas ka ardhur. Ajo generat do të vjen të shqiptarët e tonë, të muslimanët e tonë, mas një 60 viteve. Mas një 60 viteve, se tash s'kemi një herë. Ne nuk kemi pismena një herë. Kur të vinë pismenat në xhamia, atëherë do të jetë ajo generat prezent. Pismenat, kur të vinë pismenat s'pu kanë vakt me arë që tash se janë zënëm. Janë zënëm me pa dituri. Kur t'ju ngreja ona ka dituria vinë me blok në xhami. Se pismenat s'kanë vakt. Ato alas kanë dek. Kur desin qohën, e nasu nijamun idha matun të bëhu. Edhe njerëzit janë në gjumë, kur të vdesin ju del gjumi. Se pismenat vinë në xhami kur desin. A në pismenat vinë pishtin në xhami, ama blokin se kanë me veti se me shkronjat kanë problem. Me asaj që në gjuhët e huja i thojnë noticë, me atë kanë problem. Noticët se një bojnë. Mua i nderuar i xhamat nëse pyetëm çish ta hekin mollin këto musliman shti, si shka ta çojnë mollin këto? Mua këto ma çojnë mollin për ka dëgjimi nasihatit e kam fjalën, çish e ndëgjojnë edhe sa morin me veti, sa e morin me veti ma çojnë mollin si argat të zadrugës. Në vitin 59-63 në këto terene ka pas zadrug. I kanë thonë blok, i kanë thonë zadrug, pak më herët i kanë thonë kolektiv. Ama na këto i kemi thonë zadrug të na. E në atë zadrugën shka u banke pra? Në atë zadrugën ja 40 vetë nishnik e punojshin, ja lishin një njerit 4 hektar mi punu. Unë e di se e kam parasish, e kam përjetu, në atë mënirën teme e kam përjetu. Në atë zadrugën shka u banke njeri, e qëjke traktorin, terin frimën e fundit frimës ati në përara. Në të zadrugën njoni i shpras ke thasën e veshtashkës në vi traktorit, edhe 5 rënë thasë veshtashkë në vi, a i mlojke a i traktori zadrugës ato në vijen e traktorit më njëherë për zdit. Këtu pra po folet, po mlohet, njonit po i lijen mi bo 40 hektar pun, 40 vetë, me 1 hektar po hinë po lujnë a gje, një poshim gjimës dite pun. Ati gruni gjumir ke veç kalli i nderuar, i jem kuru korke në zadrug, komboj i veç kalli i amirke, se ative s'ju dashke kasht, më mirë me jamor kallin me kasht. Do me thonë, ato kur një pun nuk e bajshin, e mirë pra, kur i jetë e zadruga, hade ma si po e dishe kalzona, shka ndodhin fund, kur gjobre, mshela jo për 4 vetë, alas me di shka ndodhja, ajo mbyll për 4 vetë, edhe argatët e nasihatit sotit kanë dështu, moti pa ato nuk janë te pa se kanë dështu. Zadruga ative amshel, pa atës janë te pas e amshel. Maqinaria ative aprisha, bo total, se pa ule e kanë qu, se e huja. E kanë qu pa ule, e kanë qu pa uj. U kalë ke traktorin midis fushën, pik të rafshit pa fije zori. I dilke avli. Edhe kësa i pune, i ka dalë avli. E qka po duhet tash pra? Tash po duhet këtë femo, me janis muslimanët, me konsideru të vetën, me konsideru traktorijat, me aqit ulen me vakt, me aqit ujin me vakt, me i pagumbat para se ti për shkar, me i këshirë ventilat a i ki në regull, a i ki frenat në regull, a je mirë, a ke goriv në ta, a ke i ke gjitha gjonët, edhe me nuat për ripit sigurimit, e nez me dalë për i shpije, me pa Allah ma ta të kallën kejt, për mës me shkaktu probleme, se këto si ti kishe defekt, e ke i dhrimin para dere, kur dilesh më njëherë, e ke i dhrimin para dere, s'kemi dalë prej teme pra.
E ke hidhrimin para derës se takohesh me një si ti në rrugë, takohesh me një gjahil në rrugë, ai ta thot fjalën matron pastaj. Nëse zbone një shenjë se ka po do me shku, ta thot fjalën matron. Ajo fjala me aron tani don me u kthit e ajeti Allahu xhalla xhelalu, khudhil afwa, falja, wa amur bil urf, urno për të mirë, wa arid anil jahilin. Njeriu ka mundësi xhamati ndershëm me i vu një pik me lhemi asaj që ka emrin hidhrim, me i vu një pik me lhemi shërues. Mirë po, ai që don pak me lhem me i vu asaj lishës jedhnimit në zemrën e ti, i kanë dhënë ulemat disa sqarime në për librat e mdhoja. Unë po i ceki një ditë rigjona vetëm, kanë thonë për shembull, prej mundësive që duhesh me i përdor janë këto. Ka thonë me utut prej azabit Allahut nesër një. Edhe me thonë ti në atë rast kur je i dhrushëm me thonë kështu. Nëse unë, kështu me thonë, nëse unë, hidhrimin tem po e qoj mbi këtë njeri, hidhrimi Allahut edhe më i fuqishëm mbi meje. Bane këtë analogi kalon shumë mirë. Nëse unë hidhrimin tem e qoj mbi tije, Allahu xhalla xhelalu si të hidhrohet mbi meje, ai hidhrimi atij edhe më i madh se jemi ja. Atëherë unë ki njeri do të paguje për dorës te me pak, veç unë të Allahu do të paguje dhe ma shumë u jem pra. Qka bajnë në këtë rast? E uli e dhimin pra. Në këtë rast e uli e dhimin. Kaloj ma mirë. Unë fitoj edhe fitoj partneri jem që kam problem me ta. Pastaj mendohem në atë rast thom, mirë unë që jam përvel, se njeri kur gjithnohet përvelet. Kur qkojnë në ardhë vetë përvelet me më punu në fush, a kur gjithnohet ku përvelet? Në punë përvelet në gra dhe në kom, a në jedhnim ku përvelet? Përvelet në mende dhe në hun. Në hun përvelet. Atëherë pra, duhesh të thësh shto, nëse unë përvelem në jedhnimin ndaj këti njeri, mos e ka helbet ki hunën matë modhe se temën. Kur të mendojsh kështu pak një kaqore, ndihmon Allahu më tërheq të mas. Ajo huna ati, si huna jote, apo unë nuk jam të folë për atë hunën në balë, jam të folë për atë që gjahili të banë me dije, thot, mara largo mu qapa se i kam 70 mashki mas shpine, edhe kjo për një mash një bela prej belajeve në saj dunjohë. E pas ka pra hunën e molle. E nëse bojmë i me që mund shpërvelem pra o largohem të masajt, aj me ato 70, as po ka ku me ra. Aj me ato 70 gjem Denizi Asezea, deti Asezea me 70 vetë, aja e mush detin kejta, o aj bën deti me 70 vetë, me 700 vetë, me 700.000 vetë bjetë në deti, pa problem heq. Le e thuj kështu, vetë me vetë i thuj, deti a i madhë, shko bera gje, qka ke me ra në detin tem? Unë detin tem e kam bazen për knashti, nuk e kam bazen ti me arë me ra në ta. Unë detin tem e kam bazen ku falem, edhe i bin se ishda Allahu gjëllë gjëllë, s'kam vaktu në deti me në tu në tim, i cili hidhrej me ka emnin. Hajtë ti shko edhra, shko ti bane atë. Prej gjonave të cilë duhet paramenduar në atras për me u kurtalis, për me u tërheq, duhet me bo një pun men gjëmotin dërshëm. Facën. Për të rritë vazhdojnë mas shumë ti, edhe për pleqet vazhdojnë. Facën. Facën nuk kanë shqip, po aftyrë shqip. Po facë i thojnë qëtërsen. Facën është nën ftyra. Qka kam me këtë fjallë, a thu sot me thonë, qka kam me këtë fjallë? Këtu kam një shembull, e ka cek Gazaliu në librin e ti Ihya Ulumuddin. Ka thonë kështu, ku i në gjanë njeri i hidhrushëm kur të njësët musha me qetrin? Ku i në gjanë, edhe në ka porosit, në t'ju shkoje menja këtu nëse ndodhët e hidhroni. Në t'ju shkoje këtu menja, ka thonë, qka me po, si kush i minan atë rast? Ka thonë një njeri, tu kalu për skajt rrugës, ka një meqë nalt, ara e qetrit a meqë, me tel, me gardë. Edhe mbi gardë, një qenë po donë me hongër këtë njëri në rrugë edhe kja nalë. E ngusat me një therë. A i së shdripi therës poshtë, kje ngus me një therë, a i qka bana, a kemi parasisht ashtë të gjithë. Ka thonë Gazaliu, kur të hidhrosh me dikan mës harro, qatin meqin gjallë. Si a i në atë moment je, ka thonë pra, o musliman, a ke dëshirë me qenë qashtu ti? Ka thonë, ti kur si besimtar robi Allahu s'ke dëshirë me ndodhë kjo? Ka thonë, ama ti faktikisht në atë rast qaj je?
E ai kusha shapët ngus me therë, tha ai qetri. Pra fasën, fotografin, gjendja jote, fizionomia jote, është si ai në atë rast. A ke qef qaq poshtë me ra, o robi Allahut? Jo, mësë idhna. Mësë idhna se kjo, është shumë poshtë kjo gjendje njeriu me ra këtu. Është shumë poshtë, nuk je mu ai shka je, po je një qetër shka hitë zban me qenë. Sa largohu prej kësaj, thuj pra, kështu thuj, unë që jam jedhrua, kam grejt zonin, si kush jam bo tash që tha Gazaliu e spjegoj hoxha në gjami, si kush jam bo, jo pra, nuk ja lejoj pra unë e vetës shtu me konë, unë do të rrinë atë tabiatin e qetërës palë, cëllës palë, në tabiatin e palës të cilën e kanë emnin ulema, kur janë jedhnu kanë bo dishka. E pa hajde pra, ki ka një shembul, gjone një shembul këtive qerve ta shofim, ta zgjedhim jetën tonë na. E shajtë njonin prej ulemave do gjem 3 tuhin ka tonë. Herët, jo ta është herët, shti se kemo. E shajtë njonin prej ulemave të mdhaj do gjem 3 tuhin ka tonë. Gjemotin darshëm i vuni durët kështu, edhe i shiqoj ato derin pikën e fundit, qëmë si thanë? Edhe ki u thanë bajsë mërami një fjallë. Ajta shofë më shka ju ka thonë ki pra. Tha, a u shajtët? Thanë po, a keni alo? Thanë s'kemi mo. E tha pra më dëgjoni. Sa jam unë i keq, pak po dish i bile. S'po mi dish i kejt. Unë kujtova që mi din i kejt. Edhe hajtë shkoj në udhën e vetë. Hajde tash, atë të gardhe dhe këta, ne kemi për dëtirë vllaznish me i bo një kias, një analogi me e pase, sa njeni e kishte kokën edhe zemrën të modhe, sa qetri e kishte kokën edhe zemrën të vogël. Ju s'pi dishi këtë punë të mija. Edhe shkoj. E shajtën qetrin për ulemave. Njëherë me një rast. Edhe a i tha, o gjem, o quna. Më në fund, tha, o quna. E di qka ka, tha. Mësë më shani mo. Qështu ju tha? Mësë më shani mo, tha. Se me një gjem të malës te me dalin për lanë me juve. Edhe shkoj. Me ka që kreu, tha, me një gjem të malës te me tha dalin për lanë me juve. Edhe shkoj, në të vetë. Kaq, ma shumë nuk foljaj, ja shfar aspirinit bukur, ja shfar vitaminit bukur, kështu shërohen problemet. Allahu në Kurani Kerim tha, wal kadhimin al ghaidha, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Tha, të mirë, të ndershëm, të lavdrueshëm janë ata që ulin lidhrimin, ata që falin njeriut, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu bamirësët i don, bamirësët musliman i don. Më shkoni më njëherë në derë, bamirësa, i dim na do bamirësa, shka po folët e s'janë musliman, pidoj, ka zara Allahu. Allahu i don bamirësët musliman. Suleiman ibn Sard, radiallahu ta'ala anhu, transmeton një hadis. Tha, kuntu jalisen ma në nëbiji sallallahu aleyhi sallam, wa rajulani jestebban. Tha, isha unë i ullëm, njëherë me Rasulullahin a.s. në një vend ati, edhe një dibura po shanë para neve një qetri. Ki rast ka ndodh para pësive të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Tha, unë isha të nejt, me mbëgamerin a.s. një dibura o kapën po shanë. Vetëm ta keni gjemotin dërshëm me dije, se e shamja ative ka pas dalim prej shamëve të sotit. Jo ka pas dalim, po të shamët e tashit s'kan qenë fare prezent. Generata par nuk ka pas shamë, pa arabot kur t'i thoi janë shamë, nuk e kanë për qëllim janë sha si na, po janë sha me disa fjalë janë nënshmu një një qetrit me ato më pak edukative shka janë apër nderit madh. Tha, unë nënshmu një një qetrin. Rasulullah i tha ki Suleiman ibn Sardi shiqoj, tha, se ishmi të nejt afer. Edhe tha, ja Selman, ja Suleiman, tha, wallahi, inni la a'lamu kalimatan law qalaha hadha la dhahaba ma yajidu. Tha, unë di një fjalë, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me thonë që ki njoni piqitive që po bojnë kështu, i hekësh jernimi prej zemrës. Tha, çka duhet me thonë ki ja Rasulullah? Tha, me thonë ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tha, fladitët më njëherë. Tha, me thonë ki këtë fjali.
Edhe Rasulullah ka thonë ki transmetuesi i hadithit se na i tham atij se pejgamberi po thot duhesh me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. E si të thuaj a'udhu billahi, çka ke thonë pra? Pse kjo po ta hek ka idhnimin? Kjo po ta hek ka idhnimin se kuptimin e ka, o Zot, mbrom prej shejtanit, largoma këtë dushman të madh të muslimonit, largoma e shejtani është prej zjarit, e idhnimi është prej zjarit, zjari, shejtani dhe idhnimi janë të tret bineq. Prej një burimit. Shejtani, idhnimi dhe zarmi janë prej një burimit. Tha largoma këtë, e pse me, po mirë, në thëje, o Zot, largoma idhnimi një shejtani. Tha, po, është interesant, që miri edhe zjari janë njëri me qetrin përzim, po për më ndez shka duhet me i bo? Për më ndez mirë. Për më ndez mirë, duhet me i fri. Duhet me i fri. E kushan frisin këtë ras, kush frin ati kushan du falë këtu? Këtu du falë ka shejtoni, tha, o Zot, largoma këta që po frin. Se me fri ki, me largu ki zarmi shimet më njëherë. E po qish shimë taj, a joni kompresorin ja ka vu, qish shimë taj. Po nëse nuk largohet, shka të bajsh pra, mës mu ish kur gjo me po iri, ventilin liroja. Shprazi gumat. Heka ventilin, mës mu ish me po kur gjo. Në të frije traktori, në të frije kompresorit i mu ish ventilat me ja hek. Në të frije gjithë ditën. Diçka krijesore ban, ama me bukura, ajo është që muslimon, Rasulullah ja hartoj i ummetit vetë në di fjalë, tha unë, tha di një fjalë me thonë ki i kalon i idhrimi, tha shka të thoje, tha ki me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tha këti i kalon. O Zot, mbron prej ati që zjarit i frin, mbron prej ati shejtani që i te prej zjarit e ke kriju, edhe vetëm këtë punë interesojnë, largoma. Si të largohë taj, më njëherë gjaku bjen vendin e vetë, më njëherë që lizat funksionojnë mare mirë, edhe njëri me si shaf ma drejt. Muadh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, tha men kadhama, tha Rasulullah a.s. men kadhama gajdhan, wa hua qadirun ala an yunafidhahu. Tha kushe ull lidhnimin edhe ka mundësimës me ull. Kushe ull hidrimin, edhe mundësit i ka me qunë vend, se ka njëri është hidru mirë, po shka me ba, se në qëtë gjosh, ja kraska, ja tucash, ja i smuta, ja i pamunduna, kresore se në qëtë gjosh, e shka thot, e po që anit e pra, po ta fali pra, po për e fali shka ti bojë, njoni ma tonë sa një kodër, ki sa një bubras para kodër, sa i dhlu, shka mi po? Po është fjala në hadis, kishka është hidrua është sa një kodër, para ati që jam a i vogël, ka mundësi me qunë vend, tha kushe ull hidrimin e vetë, edhe ka mundësi në vend me qu. Tha da'ahu Allahu jaume l'kijama ala ruusil khalaik. Allahu e thirë këta ditën e kiametit para gjithë njerëzijës e veçon. E dalon edhe e merë në prenin e madhrijës ati dhul gjelal, edhe i thot, ja gjenneti kua, ti ishe aj që ishe i dhrushëm, i dhnimin tanë kur pate mundësi me realizu, e ule, hin gjennet, fa jakullu lehu, an ju khajjiruhu, min ejjil huri l'ina shaa, fa i thot hin gjennet, edhe prej këtive grave të gjennetit, zgjedh cëllën të dush, shfare të dush, edhe sa të dush. Sa të dush, shfare të dush, edhe sa të dush. Ato të gjennetit tani nuk janë si këto të dunjas këto. Ative ju do këtë palca prej jashtë. Ative ju do këtë palca prej jashtë në kom. Ato janë hurul ain, Kurani Kerim, Allahu Gjelle Gjelalu ju ka thonë. O iddet lil muttaqin, janë të pregaditura për ato të devoqbit, për ato që i tutën Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk janë të pregaditura për andragjit ato. Ato nuk pregaditën për munafikin. Ato nuk pregaditën për njës që kujtojnë se arrin dherati pse kanë dëshirë me arrit dherati. Jo,
Ato arrin të ati, ato që urnat e Allahu t'i plotësojnë, edhe ato që ndalimet e Allahu xhalla xhelalu ilon. Pas shpinë e tha, edhe ata që hidhrimin e ulin, e zhdukin, e shkelin, e mbisundojnë, e nënçmojnë, e bojnë hakarat me kam të veta në hidhnimin e vetë, tha, yukhayyiruhumullahu fil janna min ayyi al-huril hina sha'u. Au ma sha'u min al-huril 'ain. Çka të kem dëshirë, sa të kem edhe çfarë një pasuni, një kënaqësi prej kënaqësive të xhennetit ja u përgatiti këtive Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. I nderuar i xhamat, na tham para se sa fillum dersin se jemi me një deti shumë të madh të diturive të kësaj fe, ne gjithë muslimanët jetojmë me një kopsht shumë të madh. Edhe kemi mundësina nëse dojmë me hangër prej pemëve të atij kopshti, po na ndalohen nëse e futim dorën në të hujen. Hazreti Umari radiallahu ta'ala anhu në kodin e bisedave që po i bojmë na që 6 zhumoja të hidhrimit, tha men ittaqallaha lam yashfi ghaidha. Tha i që i tutët Allahu xhalla xhelaluhu nuk e çon hidhrimin fund. Kush i tutët Allahu xhalla e lidhi me frikën e Allahu xhalla xhelaluhu. Wa man khafa yawm al-qiyamah lam yaf'al ma yasha. Tha dhe kush i tutët ditës kiametit edhe ndodhirave që të ndodhin atë ditë, tha s'ban çka doje. Tha nuk ban çka doje. Edhe ai që ka frikë, tha nuk e zgat dorën të hujen kur i jipat rasti. Unë jam me një vend mongut prej njerëzve, edhe a gjeni pasuri tash rastin e kam me bo temën se kur s'po më sheh. As Umeri tha, ke qëshirë me internet po? Tha, ngre dorën pi këtu. Ke dorën pi këtu. Se faktikisht edhe këtu jam të pa. Pa i ti po thu s'po më shofin ato si ti shka i kanë ka disi. Edhe je pajtu me atë se ato si unë shka janë njerëz nuk më panë. Me ta je pajtu. Ka thonë këtu se ke me vend. Këtu nuk e ke me vend fare. Se këtu nuk flitet a më pave ti mua po të pashun ti, edhe ti në gjdo vend je i pam pra. E piku je i pam. A i ti po knoqesh o vlavi jemi dashur pëse së pashon, e unë po knoqem që ti së më pave. Po leqi janë të pa, po janë të shkrujt. Di pun shumë të mloja, edhe me si popo edhe me laps, edhe me teftar ndorë shka po ndodh, edhe i në qizum bile. Edhe i në qizum bile. I në qizum në kompjuterin e Allahu Gjelle Gjelalu për nesër. Lukman el Hakim i tha gjallit vetë disa vasijete. Tha ja bunaj, la të dhëhab ma a wajhik, au la të dhëhib ma a wajhik bil mas'ala. Tha mos lejo me të terë uj i ftyrës. Kështu Lukmoni i tha gjallit vetë. Mos lejo tha me të terë uj i ftyrës. O bab, e qish terët uj i ftyrës? Tha dorën si ta zgatësh. Si ta zgatës dorën, terët uj i ftyrës. Në ftyrë nuk jetë mo një mësi, nuk jetë langë mo. Si ta zgatësh dorën. Po du me të regu një muhabet sa shkëton këtë në shërimet e mija, edhe në qitap sa. Ama bash nas një qitap sa, nas një liber sa heq. Muhabet së ka ku po du me ju ka zuri lap. Më do këtë se një arë kam të regu për ta. A i prej fisit romve jalipi gjallipashës qikër ati, se s'kish pas gjallipashës ku mu martu e lipi prej fisit ative. E lipi prej fisit ative. Po ajo qika tha, po pranoj, tha veç një puna i gjallipashës ta boje. Tha une po e marë. E tha në shka të boja, i tha ditën e gjumot dalet e gjamiat lipe. Ta shtroje mindilin, tha. Do lipjaj. Me mordat zëzën. Në kësham, tha, thoni me dvene këto. Tha, a lipe? Po. Tha, qka ndjeve në vetë vetën? Tha, kur e shtrova mindilin, të dalë burrat pi gjumos, tha, më krisi një sen me zvetlave si letve. Tha, atë krisi që e me zvetlave? Tha, po. Si e tha mo për muë? Tha, s'pat marë mo, s'pas ka metë kur gjohë. Tu pas ka terë uj i ftyrës, e pra dhe për zëzëm nuk metë mo.
I nderuar xhamat, Lukmani tha djalit vet, la tudhhib ma wajhika bil mas'ala. Tha mos e tërë ujin e ftyrës. Tha si tërët ujin e ftyrës o bab? Tha me zgat me dorën. Izhad fima inda Allah, yuhibbuka Allah. Tha banu asketik para asaj që posedon Allahu. Tha Allahu të dën. Tha shka të bëjnë të mdoj njerëzit? Tha izhad fima inda nas, yuhibbuka nas. Tha lej mas shpinë e pasuri që i ka njerëzit edhe luta Allahun ato t'i gëzojnë. Mos ju bën njerëzve fjalor ti që ato ta japin një dinar pse je dikush. Mos ju bën se fjalori njerëzve. Tha leja pasurinë e njerëzve që ta gëzojnë ata, dojnë njerëzit. Pasurinë e vet që kanë ata, ta gëzojnë. Mos merr lakmin ata ta kisha pasun atë që e ka ai. Tha atëherë dojnë njerëzit. Tha o biri jam, tha mos e tërë ujin e ftyrës me zgat me dorën. Tha wala tashfi ghaydhak bi fadihatik. Tha dhe hidrimin tanë kur të hidroz me se qënë ven. Hek dorë, tha zbutu. Tërheku, rudhu, të kurru të mrapa. Tha wa arif qadraka të nëfauka fi maishatik. Vasijetin e fundit, piktive 3 vasijeteve Lukmani djalit vetë tha, edhe dija halin vetë vetës, shumë të banë dobi një jetën tonë. Tha Lukmani tha, wa arif qadra nafsik, dija halin tha vetë vetës, e shumë kjo të banë dobi një jetën tonë nesër. Shka që kjo me adit halin vetë vetës? Shka kjo? Atje në pjesën e partë të librit Ihya Ulumuddin të Gazaliut e ka cek të shartët e namazit, dhe të mfalit të shartët e islamit. E ka cek shumë qartaj, të na unë kam dëgju këtu se njerëzit thanë, kishin thonë shartët e islamit janë 5, qështu, shartët e islamit janë 5. Kish thonë një Kosovar plak 6 janë. A të shofë me aj Kosovari plak që ka thonë, aj Kosovari plak kish thonë, me adit halin vetë vetës janë 6, i shartë i 6. Kush ka qenë aj Kosovari që e tha këta? Po aj Kosovari që e tha këta ishte një hoxh shumë i ditur i cilin vitin 56 udhtoi për Turqi. Ai ishte një alim shumë i madh që e foli këtë fjalë. Ai nuk e tha ata, po e tha një hoxh, e tha një dietar. Se Gazaliu e radhiti kështu kur i boni shartët e islamit 5 sipas hadisit, ai vazhdoi në pjesën e parë të Ulumuddinit në këtë rast tha wa hunaka shartun akhar, fa ash edhe një shart i islamit. Tha cili është ai? Tha an ta'lama hadda nafsik. Tha me adit kufit vetvetes. Me dit ti për kujt, për kuje edhe për teri kuje. Terin filan vendin kufini jem, mbaron tash e ka rendin qëtër kush mo. Tha o biri jem. Tha dia kufit vetvetes, teri kuje, tha shumë të ban dobi njëtën tone. Insha Allahu Taala, unë kam edhe një 3 fjalë shumë të shkurta në këtë dersin e sotit, për me i përfundu 6 gjumojat, për të cilët folëm në rreth i dhrimit, e këto janë një 3 fjali përfundimtare me tonën, se ajo tema s'ka maru, në mujmë me fol një mot, rreth saj për me sqaru imësisht dhe në detalet e matë vogla. Muhammed ibn Kab tha 3 punë, cili muslimani posedon në vetë vetën, edhe korrigjon vetën, e shaf se i ka, tha, ka distekmel el iman. Tha, unë mendoj, kështu tha, unë mendoj se besimi të aja është miri furcu. Tha, cëllë gjallë ato? Tha, idha radhja, lam yudkhilhu rrida ila batil. Tha, kur tjeti i knaqër, me knaqësit e veta nuk del për të vërtetës. Nuk hina gjë kus duhet. Për shembull, ndarësëm njeri gëzot, apo gjëmat jem, ndarësëm gëzot njeri, mirë pa e kur të gëzot banë shertone. Pre me gëzimin del në batil, del në haram të u gëzu. Tha, muslimana asha i cili kur tjetë duke u knoq, nuk hin haram, nuk hin batil. Tha, dhe idha ghadiba, lam yukhrijhu ghadabuhu anil haq. Tha, dhe kur tjesh i dita, kur tjesh i hidhrushëm, kur tjesh me idhlim të madh, tha, nuk e qetë prej të vërtetës. Hidhrimi nuk e nëzirë prej të vërtetës. Tha, treta, wa idha qadira, lam yetanawal ma laysa lah. Edhe treta, kur tjetë i mund shumë me bani gjatë hujën të vetën, nuk e ban. Tha që të 3 gjona kush i posedon, qaj njeri, tha ki ndershëm, tha aj njeri, tha, është një argument se besimi i këti është shumë në fazat mirë, është shumë gjendje të bukur. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu për përfundimin e kësaj teme këto 6 gjumaja që folëm në lidhje me këtë
problematik e cila po e mundon njeriu gjithmonë, e ka munduar në kaluarën edhe po e mundon, do ta mundon në ardhmëri. E lutim Allahun xhalla xhelaluhu, nëse na ndodh, dim çish me u tërheq, nëse na ndodh, dim ku më ia kthi shpinën, nëse na ndodh, dim çka me fol, nëse na ndodh, dim çka me vepru, edhe kur të na jape mundësia të hujën me shëndrun tonën, ta dim se prej kësaj e kemi farz dorën me hek, se huja jotja dhe jonja kur zbat, Allahu xhalla xhelaluhu më spari prej të hujës, na mbrojt ya rabbel alamin. Në mbroftë Allahu xhalla xhelaluhu prej asaj që i ka thonë ai idhrim, edhe e boft ashtu që ai mbi ne mos jetë i idhrushëm, edhe e boft Allahu për fundin e fundeve të këtyre temave që i banëm, nëse është idhru o Zot, ngrej idhnimin tan për umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ditën e gjykimit na mëshiro. Na fut neve në bajrakin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamazin e xhibos bana e Kabul, edhe agjërimin që po e bojnë njerëzit, këtu kemi një kërkesë të muezinat e zonit në këtë rast. Kush po linon mujt e mëdhaj, kemi një kërkesë për njerëzit që e therrin e zonin, sidomos mramje në akşam që ndodhin te xhamia, mos t'ja luajnë kohën këto muj e zonit as një minutë për hir të kuj, për hir të hadithit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tha ai ummeti jam është në hajër derisa sifirin e hanë në minutën e fundit edhe iftarin e bojnë në minutën e parë. Pra për hir të ative plakave, e grave, e trejave, e pleqve, e trive, që po bojnë dikat me një nuk të ditë Allahu kabul javboft, sidomos e zanin e akshamit, mos luje në të konsiderohë se si Ramazan është për hir të një plakës në katun apo në qetrin katun që një nënë. Allahu kabul e boft, ja Rabbel Alamin, Lillahi l-Fatiha.